Me tokë fjalshin musliman aktiv nënkuptojmë që besimtari duhet ta filloj ditën e tij, duhet ta filloj muajin e tij, duhet ta filloj vitin e tij duke qenë aktiv. Dhe jo rastësisht që në Islam besimtari që kur zgjohet, çka e falenderon Allahun xhaleshanuhu, edhe thot elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da an amatana. Do më thonë falenderimi i takon Allahu xhaleshanuhu që na gjallëroi. Edhe vetëm kjo gjallëri e bën besimtarin aktiv. Dhe kështu besimtari e fillon ditën e tij me namaz. Mirë, për para namazit e merr abdes, që do me thonë e rifreskon trupin e tij, mirë, po çka e rifreskon edhe mendjen e tij përmes namazit. Është një hadith interesant i pejgamberit alayhis salam që ndoshta secili i ri duhet ta kuptojë dhe ta analizojë edhe në jetën e tij, do me thonë ta veprojë. Thot pejgamberi alayhis salam që djalli apo shejtani i lidh 3 vegëza, 3 nyje, do me thonë tek secili njeri. Edhe në qovë se ky person zgjohet nga gjumi, edhe përmend krijuesin e tij, atëherë zgjidhet një vegës, një nyje. Edhe në qovë se merr abdes, pastaj zgjidhet tjetra, edhe në qovë se e falë namazit të zgjidhet të nyja e fundit, edhe ky person do të jetë vital, do të jetë aktiv gjatë të ditës. Mirë, po thot pejgamberi alayhis salam, në qovë se njeriu nuk i vepron këto 3 gjëra, atëherë ai person do të jetë, do me thonë, gjatë tërë ditës përtas, do të jetë gjatë tërë ditës pasiv edhe jo aktiv. Edhe me të vërtetë, në qovë se zgjohemi në mëngjes, edhe fillojmë jetën tonë apo ditën tonë me vepra të mira, atëherë është një motiv shtesë që ky person të shfrytëzoj kohën e tij dhe të jetë aktiv në ditët e tij, të jetë aktiv, do me thonë, gjerë sa ta vendoj, do me thonë, kokën e tij sërish në jashtëk.